Horoskopi ditor e martë 8 prill 2025. Dashi, do jeni me humor shumë të mirë gjatë kësaj dite dhe do të regoni më të kuptueshëm me partnerin tuaj. Nga ana tjetër, ai do mundohet me sa të mundet t'ua bëj qefin. Beqarët do kenë shumë propozime, por duhet të mendohen mirë para se të zgjedhin të duhurin. Në planin financiar, duhet të keni kujdes. Demi, jeta juaj në çift nuk do të jetë as pak si një lumi qetë sot. Do jeni shumë xheloz dhe do reagoni në mënyrë të menjëhershme edhe sikur partnerit t'i hidhet një vështrim. Beqarat do kërkojnë shumë, po sërish nuk kanë për të gjetur personin e duhur. Në planin financiar, nuk duhet të dekurajoheni nga situata ekzistuese. Pinjakët, do konfliktoheni shumë gjatë kësaj dite me atë që keni në krah, dhe kjo nuk do ju lejoj të jetoni të qetë. Mundoni të ruani qetësinë dhe të tregoni pak më tolerant. Beqarët do i marrin gjërat si t'u vinë dhe nuk do kërkojnë me ngut të krijojnë një lidhje. Situata financiare do jetë më e mirë se sa e mendoni. Nga porja, mos bëni gabimin e madh të provokoni xhelozinë e partnerit tuaj sot, sepse nuk do arrini dot të kontrolloni situatën që do krijohet. Beqarët do jenë gjatë gjithë kohës në kërkim dhe me shumë gjasa do e gjejnë një person serioz me të cilin do krijojnë një lidhje. Në planin financiar do kaloni një ditë paksa të vështirë. Luani, ditë përgjithsisht e ekuilibruar kjo e sotme për të dashuruarit. Nuk do a vënë shumë veshin disa kritikave të kota, që do ju bëj partneri dhe do e toleroni atë. Beqarët do kenë takime, por historitë e vërteta të dashurisë nuk pritet të fillojnë sot. Financat duhet i menaxhoni me shumë rigorozitet dhe seriozitet. Virgjëresha, ka rrezik të përballeni me zhgënjime të mëdha gjatë kësaj dite në jetën tuaj sentimentale. Partneri po punon prapa krave prej kohësh dhe ju as i kishit kuptuar asgjë. Beqarët duhet të tregohen më të zgjuar dhe të përfitojnë nga takimet që do kryejnë. Për financat, dita do jetë më e mirë. Financat do rriten ndjeshëm. Peshorja, pati do jetë gjatë gjithë kohës me ju në planin sentimental dhe gjithçka do shkojë më së miri. Madje do i sqaroni edhe disa debate që keni pasur apo disa mëritës së shkuarës. Beqarët do kenë të gjitha aftësitë për të bërë për vete personin që do ju pëlqejë më tepër. Në sektorin e financave ulni shpenzimet nëse nuk doni të ngeleni pa para. Akrepi, nëse bëni pak më shumë lëshime gjatë kësaj dite ndaj atij që keni në krah, marrëdhënia mes jush do përmirësohet ndjeshëm. Në të kundërt mund të keni debate. Beqarët do të rriqen shumë nga disa persona më të mëdhenj se ata, sepse do kërkojnë më shumë siguri. Situata financiare nuk do jetë problematike. Shigjetari, ditë mjaft e qëndrueshme për të dashuruarit kjo e sotme. Të dy do jeni me humor të mirë dhe do bëni gjithçka për të përjetuar sa më shumë emocione dhe kënaqësi. Beqarët nuk duhet të nxitohen pas një takimi që do kenë. Më mirë do jetë të marrin gjërat sa më shtruar. Në planin financiar nuk duhet të luani me zjarrin.
Britsjapi. Konfigurimi i yjeve do jetë shumë i favorshëm sot për jetën sentimentale të çifteve. Harmonia dhe mirëqenia do mbizotërohet gjatë gjithë kohës. Për beqarat më në fund mund të rizgjon ndjenjat dhe pasioni. Një person që keni njohur prej kohësh do ju bëjë një propozim interesant. Për financat, dita do jetë goxha e paqëndrueshme. Ujori. Ka shumë mundësi që partneri juaj ta mbajë një qëndrim të bërë prej disa kohësh, dhe kjo do ju bëjë të ndiheni për mrekulli. Bashkëpunimi me të do vazhdojë të jetë i fortë. Beqarët do dinë të zgjedhin personin e duhur ndërmjet atyre që do takojnë sot. Në planin financiar do kryeni transaksionet e duhura dhe çdo gjë do shkojë për mrekulli. Peshqit. Nëse jeni në një lidhje për disa kohësh, ka shumë gjasa të tundoheni nga dikush dhe të tentoni të tradhtoni partnerin. Lidhja suaj me sa duket po i vjen fundi. Beqarët nuk duhet të kryejnë shumë iluzione për dikë që do takojnë, sepse do zhgënjehen. Financat nuk do jenë të këqija dhe situata do vazhdojë të jetë e njëjtë.